Sot do të flas për një temë që të intereson, je femër ose mashkull. Do të flas për suksesin. Mos je dhe ti nga ata persona që e duan suksesin dhe pavarësisht se bëjnë përpjekje të shumta, nuk mund të kenë sukses. Dhe shikoni dikë tjetër që ai person shkon përpara dhe brenda jush thoni që unë kam vlera më të mëdha, çfarë bën ai personi tjetër që nuk e bëj unë dhe ka sukses. Sot do marrësh përgjigjet. Si do ta marrësh këtë përgjigje? Duke u përgjigjur këtyre 20 pyetjeve që do dëgjoni më poshtë. Dhe shiko sa nga këto ke 1, 2, mund të kesh të gjitha, sa ke, dhe më shkruaj, më komuniko në mesazh privat ose mundet të më shkruash këtu në TikTok dhe në YouTube. Në qoftë se do zgjidhje pastaj më mbrapa, mund të komunikosh, të mbyllim takim privat që të fillojmë të punojmë dhe të gjejmë zgjidhjen. Dëgjoj pak pyetjet. 1. Ke patur marrëdhënie sfiduese me nenën? Po ose jo? Dhe nuk të flas për personalitetin dhe për në moshën që je tani që e dëgjon këtë video, por të flas për në ndërgjegjen tënde dhe në moshën fëminore. 2. Ke patur marrëdhënie sfiduese me babain? 3. Kishin sukses prindrit në atë që bënin? Akoma edhe si prindër ishin të suksesshëm në punën e tyre ose në familjen që krijuan. 4. Dështovi njëri nga prindrit e tu në familje? U ndanë prindrit e tu kur ishe i vogël ose e vogël? Cili ishte qëllimi dhe qëndrimi i nenës nga babai për babain? Dhe e kundërta, si ishte qëndrimi i babait ka nenës? Çfarë fjalë dëgjonje kur ishe i vogël për njëri tjetrin? Kur ishe i vogël, mos pësove ndonjë ndarje emocionale ose fizike nga nëna jote? Mos nena ose babai jot kam vdekur ose gjyshrit në moshë të vogël kur ke qenë ti? Kishe prindër, gjysh, motër ose vëlla që vdiq në moshë të vogël? Fitove ti ose dikush tjetër në familje pasuri në dëm të ndonjë tjetri? E shprekur dikush nga trashëgimia e një pasurie? Do të thënë ka trashëguar pasuri ose duhet të merrte pasuri dhe ka humbur. Mos ka fituar ndonjë person nga familjarët e tu, gjyshët dhe stërgjyshët e tu, një pasuri në mënyrë të gabuar, të padrejtë, me vjedhje dhe me luftë? Shkaktoi ndonjë nga pjesëtarët e familjes tënde dëm financiar në shtëpi, duke lojtur kumar, bixhos, të ketë qenë piravec, ose në mënyra të ndryshme ka shitur ndonjë tokë, ndonjë trashëgimi pa dijenin e familjes? Shkaktoi dikush tjetër jashtë familjes dëm financiar tek ju, duke ju vjedhur një pronë, duke ju marrë me forcë dhe gjëra të tjera? Është refuzuar ndonjë nga personat e familjes tënde, akoma edhe ti si dështak, dembel, mashtrues? Mos ke patur pasardhës, gjyshës tërgjyshë kanë ardhur nga një familje të varfra? Ke emigruar ti apo kanë emigruar për para, për pasuri prindrit e tu? Mos prindrit, antarët e familjes tënde kanë emigruar dhe janë shpërngulur nga vendodhja e tyre për një jetë më të mirë? Ke lënduar, ke mashtruar ose ke përfituar pasuri ti, prindrit ty edhe nga pararësit në mënyrë të padrejtë? Apo familjarët e tu? Këto pyetje dua t'i shqyrtosh me rëndësi, me kujdes,
Dhe në të njëjtën kohë, në qoftë se s'ke informacione të sakta nga nëna babai jot, për gjyshët e sërgjyshët, shiko të mësosh informacione dhe për ata. Këto janë shkaqet kryesore që ti nuk e lejon veten të bësh pasuri dhe të jesh i suksesshëm e suksesshme. Në qoftë se ke një nga këto, ose më tepër, sistemi përfaqësik do të ndihmojë, është një teknikë që mund ta bëjmë dhe nga afër në grup, por në privat, mund ta punojmë bashkë që të lirohesh nga të gjitha këto shqetësime, nga të gjitha këto problemet me rrënjë kaq të thella dhe ti të fillosh të bësh diçka ndryshe për veten tënde, për jetën tënde dhe ta lejosh veten të bëhesh i suksesshëm. Unë mund të ndihmoj në të gjitha këto, kurse nga ty kërkohet të merret njëre mirë vendimi që të bësh atë diçka ndryshe dhe të kërkosh ndihmë. Unë jam këtu për ty që je gati të punosh me veten tënde. Dhe dua të them që së shpejti në datën 22 me 28 do jem në Tiranë për të gjithë juve që jeni të interesuar për takime private, gjithashtu dhe për takime kolektive të grupit dhe për të ndryshuar shumë gjëra në jetën tuaj. Dhe këtë ja u them me 1000%, sepse atë që kam bërë për veten time, po e ndaj me ju, dhe nuk janë vetëm metodat, është energjia ime, dashuria për ju, dhe ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Për çdo problem ka zgjidhje, por duhet ne të marrim vendimin. Dhe flas për të gjithë juve që jeni gati, edhe ju që nuk jeni gati. Jam këtu në kohën që ju të jeni gati. Por sistemi përfaqësik është një metodë shumë e bukur që mund ta shikoni nga afër, tamam sikur është një teatr, që të shikosh personin që unë caktoj në vendin tënd të flasi vërtet shpirti i tij, çfarë është ajo që e bllokon. Dhe thash, unë nuk jam terapiste shpirtërore që punojnë në sipërfaqe, po punojmë në thellësi dhe 14 breza nga mbrapa që ti i ketë në atë qelizën të shkruara si informacione dhe nuk e di. Prandaj, unë kam zgjidhjen, kam metodat, kam dashurinë për ta bërë me ju të gjithë, kurse nga ty kërkohet të paktën të marrësh vendim dhe mund të kërkosh ndihmë të vish në kolektiv ose në privat. Ju mirëpres të gjithëve në Tiranë dhe të gjithë ju kudo që jeni në tërë botën, që mund ta bëjmë me anën e internetit, ndërmjet platformës Zoom ose WhatsApp ose Viber, në të gjitha llojet e mënyrave. Ju dua shumë, ju uroj gjithë të mirat, jeni shpirtra të mëdhenj, në qoftë se keni sa më tepër të keni, do të thotë që ju jeni shpirtra të mëdhenj dhe mos u shqetësoni, sepse çdo gjë bëhet për të mirën tonë dhe ne kemi ardhur në tokë të jetojmë, jo të mbijetojmë. Dhe në qoftë se edhe ti je nga ajo që do të jetosh, jo të mbijetosh, mund të fillosh rrugtimin e zhvillimit personal. Kur të jesh gati, unë jam këtu të pres, të t'jap dorën, që të nxjerr nga ajo balta që ke hyrë. Sepse dhe mua, në një kohë që kalonja keq, ishin njerëz të tjerë këtu në Greqi që më ndihmuan që të shikonja dritën. Prandaj, nëse do të shikosh dritë, jam këtu për ty. Ju dua shumë.